Kanë mbetur edhe 4 javë nga mbyllja e kampionatit kategorisë së parë në futboll. Kjo javë pritet jetë vendimtare për fatet e disa skuadrave që synojnë objektiva madhor. 3 përballje direkte pritet ndikojnë ndjeshëm në renditje dhe në ecurinë e sezonit. Bureli Skënderbeu është një transfer shumë e vështirë për korçarët, përballë një skuadre si Bureli, që në fushën e vet është gjithmonë e fortë. Skënderbeu vjen në këtë sfidë me objektivin e qartë për të ruajtur kreun dhe diferencën prej 3 pikësh nga ndjeksi i afërt. Çdo falës mund të komplikojë garën, ndërsa vendasit do të kërkojnë të bëjnë surprizën dhe frenojnë kryesuesit. Kastrioti Laçi është një tjetër përplasje finale për sezonin, sidomos për kurbinasit e Laçit. Me diferencë të vogël nga vendi i parë, Laçi nuk ka më hapësirë për gabime. Përballë do të ketë Kastriotin, një skuadër që luan pa shumë presion, por që mund të hapë probleme serioze. Kjo ndeshje pritet të jetë shumë e luftuar dhe me tension të lartë deri në fund. Pogradeci Kuksi në letër duket si sfida më e lehtë për liqenorët, por në këtë fazë sezonit asgjë nuk është e sigurt. Pogradeci, që ndodhet 6 pikë pas Skënderbeut, është i detyruar të fitojë për të mbajtur gjallë shpresat e tij. Kuksi nga ana tjetër mund të luajë rolin e prishësit të kësaj gare. Aktualisht, Skënderbeu kryeson me 3 pikë më shumë se Laçi dhe 6 ndaj Pogradecit, çka e bën këtë javë një moment çelës për të përcaktuar rrjedhën e fund sezonit. Çdo rezultat mund ndryshojë balancat dhe rris për më shumë emocionet në javët e mbetura.